الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet e panumërta shumëta I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit të gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksojeni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani Kerim dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit alayhi salatu wassalam. Punët më shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbje që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, folëm herën e kaluar për kujdesjen për zemrën, pra njeriu të përkujdeset për zemrën e tij. Dhe shumë e rëndësishme të shikojmë se me çfarë I mbushim zemrat tona, sepse ajo nuk ka një rol thjesht fizik që bën qarkullimin e gjakut dhe rrehe kështu me radhë, por ka një rol kryesor që ka të bëjë me të gjitha sjelljet, veprat dhe vendimet tona burojnë nga zemra. Dhe ne thamë që gjymtyrët e tjerë, shqisat, shikimit, dëgjimit, të folurit, të shijuarit e tjera me radhë, janë ndjetësi që në thelbin e tyre rrënjën e kanë tek zemra. Prandaj edhe nëse helmohet shikimi, helmohet zemra, dhe nëse helmohet zemra, prishen të gjitha gjymtyrët, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që na I ruaj zemrat tona nga smundjet që e prishin atë. Sot do të flasim për muslihatil qulub, çfarë janë gjërat që I përmirësojnë, I rregullojnë, I shërojnë zemrat tona. E duke qenë se ato janë të dobta, ndikohen nga shkaqe dhe fenomene të ndryshme, I duhet besimtarit që të lidhet me dikë që është shumë I fortë dhe I pavdekshëm, që kanë gjë në dorë çdo gjë, dhe ai që I ka zemrat tona në dorë është Allahu subhanahu wa taala. Yani at-tawajjuhu lillah, e para gjë është të orientohet njeriu të kthehet tek Zoti I tij, sepse ai është krijuesi I tij. Është ai që ka dorë rrezikun e tij, begatinë e tij, jetën, mirësinë. Pra nëse zemrat tona nuk gjejnë qetësi dhe rahati tek Allahu subhanahu wa taala, nuk strahohen tek Zoti, nuk drejtohen Zotit subhanahu wa taala, nuk I mbështeten atij, nuk I friksohen atij, nuk I përulen vetëm Allahu xhelle xhelalu, do të ndodhë e kundërta. Pra njeriu do ta lidhë zemrën e tij me shkaqe, njerëz, individ të ndryshëm që janë të vdekshëm, që nuk kanë çdo gjë në dorë, që nuk kanë fuqi për gjithçka. Pra njeriu do t'i përulet njeriut, do t'i nënshtrohet njeriut, do t'i nënshtrohet egos t'i, pasurisë, famës, pushtetit, gjerave t'ulta, epsheve, gjerave që e poshtrojnë njeriu. Prandaj dhe I shikojmë njerëzit sot që sa më shumë t'i lidhin zemrat e tyre me njerëzit, me krijesat, me egot e tyre, me dëshirat e tyre, bën robi I tyre, kurse Allahu xhelle xhelalu do që zemrat tona të besimtarve të jenë të pavarura nga krijesat, sepse ajo nuk është krijuar për të qenë robëruar tek njerëzit apo egot dhe dëshirat tona, por është krijuar që të çfarë? Ta adhuroj vetëm Zotin subhanahu wa taala, ti përulet vetëm Allahu xhelle xhelalu, ta gjej ngrohtësinë, rehatin, shërimin, mbrojtjen, mbështetjen, frikën dhe respektin vetëm tek Zoti subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër dhe motra, gjë e parë është lidhja e zemrave me Allahun xhelle xhelalu.
E dyta, isti'malul qalbi fima khuliqa lah. Pra ta përdorësh këtë gjymtyrë që ke brenda kraharorit tënd për atë që është krijuar. Prandaj besimtari i cili është i udhëzuar, ata e lavdëron Zotin Kur'anin Kerim ku thot ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pikërisht ata janë cilët janë të udhëzuar për tek Zoti i tyre dhe ata janë të shpëtuarit. Pra, besimtarët cilët i nënshtrohen vetëm Allahu xhelle xhelalu. Pra ai zemrën e tij nuk e lë peng i dëshirave dhe i normave apo sjelljeve, apo nuk shtiret, nuk është hipokrit, nuk është tradhtar, pra nuk ka hased, nuk ka smir, pra përpiqet që të luftojë me gjitha gjërat që ta ruajë zemrën e tij nga çdo gjë që ndikon në sjelljet dhe vendimet e tij apo mendimet e tij. Gjëra tjetër që shumë e rëndësishme vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, el a'mal as-salila zahiran wa batinan. Pra punët e mira, qoftë ato që duken apo ato që nuk duken. Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala lil hasanati wat ta'ati atharun mahbuba. Allahu xhelle xhelalu për punët e mira ka lë gjurmë, pra punët e mira thot ka vendosur Zoti që ato të lënë gjurmë të dashura për njerëzit, të shijshme dhe të mira, madje më të shijshme se sa gjunat që bën njerëzit. Pra, a nuk e dini që shumë prej njerëzve e shijojnë haramin, e shijojnë alkolin, e shijojnë zinan, e shijojnë korrupsion, e shijojnë dredhin, e shijojnë mënyrën se si ushqehen, mënyrë haram, madje kënaqen. Kurse zemra e cila është në halallin e saj, ushqehet me halal, i friksohet Zotit subhanahu wa taala, bën punë të mira, çfarë do lloj qofshin ato të dukshme apo të padukshme, ai ndjen një kënaqësi të papar më shumë se sa ai gjunafqari në gjunahet e tij, pra kur zhutet në gjuna. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, lil hasanati nurul qalb. Pra Allahu ka vendosur ke veprat e mira dritë për zemrën, shkëlqim për fytyrën, dritë për zemrën, shkëlqim për fytyrën, thot, shtimin e riskut, forcimin e trupit dhe dashuri për zemrat e njerëzve. Kurse ka vendosur për punë të keqësia zymtinë e fytyrës, errësirë për zemrën, paksimin e riskut, dobësimin e trupit dhe urrëtitjen e njerëzve. Pra krahasoje zemrën e cila është e angazhuar gjithmonë për hajër për të mirën dhe ato zemra të cilat janë të angazhuar gjithmonë për të keqen. E lutim Allahun subhanahu wa taala na ruaj nga veprat e këqija që i shëmtojnë dhe i prishin zemrat tona. Tjetra dhe katërta, thot autori rahimahullahu taala, një prej dietarëve, dhikrullahi wa qiraatil Quran. Pra përkujtimi i Allahut subhanahu wa taala e shëron zemrën dhe dhikri i Allahut nuk ka përkujtim më të mirë të Zotit se sa leximi i Kuranit Kerim. Pra shfletoj faqet e Kuranit, aty do t'i shërosh smundjet e zemrës. Madje do ta forcosh imanin tënd, madje do të kuptosh se sa e ngushtë është kjo dynja dhe sa e vogël është kjo dynja para ahiretit të Allahut azza wa xal, dhe nuk ja vlen që ti ta smurësh zemrën tënde për pak ditë lumtura në haram në këtë botë. Prandaj i thot Suleiman el-Khawas, një prej dietarëve, Zoti e mëshiroft, dhikru lil qalbi bi manzilati al-ghidha'i lil jasad. Pra përkujtimi i zemrës, pra përkujtimi i Allahut për zemrën është në pozitën e ushqimit për trupin. Nëse e lë trupin pa ushqim, dobësohet, dhe nëse e lë zemrën pa përkujtuar Allahun azza wa xal, prishet dhe dobësohet. A nuk thot Zoti në Kur'anin Kerim, ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub? A nuk qetësohen dhe rehatohen zemrat me përkujtimin e Allahut azza wa xal? Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladhi yadhkurullah, shembulli i atij i cili e përkujton Allahun, walladhi la yadhkurullah, dhe shembulli i atij i cili nuk e përkujton Allahun, asi i gjalli me të vdekurin. Kështu janë njerëzit që e përkujtojnë Zotin shumë, i kanë zemrat e gjalla, e ndjejnë mbikëqyrjen e Zotit subhanahu wa taala në çdo kohë, në çdo moment, dhe kështu është pozita e tyre njerëzve të cilët nuk e përkujtojnë Allahun fare, zemrat e tyre janë të vdekura, pra ato rrahin, por nuk kanë asnjë lloj ndjesie, nuk ka dashuri për Allahun, nuk ka respekt, nuk ka frikë, nuk ka mbështetje, nuk ka përulje ndaj Zotit subhanahu wa taala, prandaj janë nxirr dhe janë ngurcuar dhe kanë arritur që asgjë mos ju bëj përshtypje. Elusim Allahun azza wa xal na i fajet gjunat gabimet. Po ashtu thot Imam Suleiman el-Khawasi, Allahu mëshiroft, thot dawi qalbaka bi khamsin. Pra kuroje zemrën tënde me 5 gjëra. Qiraatul Quran bit tadabbur, lexoje Kur'anin dhe medito. Wa khala'ul batni, mos u tengop, hashushim, pra agjëro herë pas here. Qiyamul leili, namazi natës. Wa tadarru inda sahri, ti përulesh Allahut 1/3 e natës. Wa mujalasatu salihin, dhe ulja me njerëzit e mirë dhe dietarët, pra janë prej gjërave të cilat e bëjnë besimtarin që të ruhet nga gjunat.
Thot Enes ibn Malik radiallahu anhu, një ditë po vizitoja Uthmanin, një sahabë, viziton dhe sahabin tjetër. Dhe kur po shkoja tek shtëpia e Uthmanit, thot pash një grua shumë të bukur dhe po meditoja mbi bukurinë e saj. Kur hyra në shtëpinë e Uthmanit, më tha Uthmani, po hyn në shtëpinë time, atij i cili i shfaqën fytyrën e tij shenjat e zinas. I thash Allah, tha si ka mundësi, mos ke shpallje për Zotit ti. I tha, jo, nuk është shpallje për Allah, sepse s'ka më shpallje mas pejgamberit alayhi salatu wasalam, walakinha tabsiratun wa burhan. Mirë pa jo është largpamësi dhe dritë, o ferasatun sadiqa, dhe mendjen premtësi e sinqert. Pra Allahu xhelle xhelalu njerëzve që ruhen nga gjunat dhe janë larg gjunave, i jep Allahu subhanahu wa taala ferase, si themin është impret në shikimin e tij, pra e kupton tjetrin se çka kanë që në pamjen jashme, pra si ma kuptoj, thot me time, thot Enesi radiallahu ta'ala anhu. Thot Jafar ibn Sulejman, thot një prej selefëve, Zoti e mëshiroft, kuntu idha ra'aytu min qalbi qaswatan, kur shikoja që zemra ma shpresoi, shikoja fytyrën e Muhammed ibn Wasi, një prej dietarëve, një prej selefëve të parë. Dhe shikoja thot në fytyrën e tij gjithmonë sikur i kishte vdekur dikush pra fëmijë e tij, i friksuar prej Zotit subhanahu wa taala. Dhe sa herë thot që shikonim atë, Zoti e mëshiroft, thot para se të fliste na zbutej zemra. Pra shikonin selefët fytyrën e njëri tjetrit, pra o vëllezër dhe motra, zemra e çiltër dhe zemra e pastër është e zbukuruar, zbukuron trupin, zbukuron fytyrën, zbukuron shikimin, zbukuron sjelljen, zbukuron fjalët, zbukuron veprat, dhe zemra e zymt dhe zemra e gjithë gjunahe. Dhe zemra haqide e piset e ndyt e smir e shikon atë në fytyrën e tjetrit, e shikon atë në sjelljet e tij, në veprat e tij, dhe lutim Allahun azza wa xal që të na ruaj pra prej këtyre zemrave. Allahu na ruaj. Tjetra vëllezër e gjashta, vizita e njerëzve që janë në momentin e vdekjes dhe vizita e varreve. Nuk ka moment më të mirë për besimtarin se sa kur ai çfarë i viziton njerëzit që janë duke dhënë shpirt apo varrezat. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot fadhkuru hadhimi ladhati, përkujtojeni atë që u aprishin e kësaj bote. Pra përkujtojeni vdekjen. Pra shkoni, sepse aty do të kuptoni njerëzit se sa vlerë ka jeta, se sa shumë ndoshta e ke shitur veten. Për çfarë? Për asgjë. Kur e shikon një njeri që është duke dorëzuar shpirtin Allahut subhanahu wa taala, dhe të zbutet shpirti dhe zemra, dhe ti do të ndahesh nga ai dhe ai do të ndahet nga ty dhe nuk do të takosh më, dhe ai do të shkojë drejt Zotit i tij, drejt llogarisë me Allahun subhanahu wa taala, kjo e zbut zemrën. Dhe vizita e varrezave, atje do të shohësh të gjithë kategoritë e njerëzve, të pasur, të varfër, me famë, pa famë, hallexhi, fukara, pushtetar, njerëz thjesht. Atje përfundoi edhe historia e tyre, edhe fama e tyre, edhe pasuria e tyre, edhe halli i tyre dhe çdo gjë tjetër. Ato momente vëllezër ta zbusin zemrën, dhe aty e kupton njeriu që nuk duhet shitet. Nuk duhet ta shesi ahiretin e tij për pak dynja, për pak dhe edhe një qefin që do të marrim me vete, që s'kan asnjë vlerë tek Allahu azza wa xal ditën e gjykimit, nëse neve nuk i ruajmë zemrat tona nga kjo sprovë e madhe, pra prishja e zemrave. Thot Said ibn Gjubejri radiallahu anhu, thot kur e shikoj, thot që zemra nuk ma vdo vdekjen, pra përpiqet largohet nga vdekja, kam frikë se mos po më prishet. Pra shikoni se si selefët, sahabët, tabiinët e shikonin këto momente si moment për përmirësimin e zemrave tyre. Pra zemra është si ena, vëllezër, është si ena, varet me çfarë mbush. Nëse mbush atë me mendje madhësi, me arrogancë, me smir, me haset, me nënçmim, me lakmi, me atë do mbushet. Ashtu do të jenë dhe veprat e tua, dhe sjellja jote, dhe shikimi yt, dhe dora jote, dhe gjua jote, dhe gjithë qenia, dhe gjumi jot. Pra edhe gjumi do të jesh, domethënë si ai personi që mezi prit flesh, që të kapësh gjithë dynjan me vete, dhe fund fare nuk do të marrësh asgjë tjetër, vetëm se dheun dhe qefinin dhe llogarinë që kemi me Zotin subhanahu wa taala. Te shtata përpjekja për t'i ruajtur dhe t'i përmirësuar zemrat duke lënë gjërat e këqija. Thot Imam Ebu Hafs Nisaburi, Zoti e mëshiroft, harastu qalbi 20 sana. E kam ruajtur zemrën time 20 vjet dhe më ruajti zemra ime 20 vjet tjera, derisa arritëm në një gjendje që ruajtëm të dyja bashkë gjatë gjithë jetës, pra i larguam pra nga gjunat dhe nga gjërat që e prishin zemrën dhe shpirtin. Thot Imam, e pyetën Imam Taberani, një nga dietarët e hadithit, ka vdekur në vitin 365 Hijri, e pyetën si ka mundësi që në pleqëri ti kaq i fortë, me memorie, me të gjitha, pra mos e thyer fare.
thot e ruajtëm Allahun në vegjëli, pra e ruajtëm zemrat tona në vegjëli, na ruajti Allahu në pleqëri. Pra e ushqeu veten e tij me halal, me dituri, me ndeshmëri, me fisnikëri, me bujari, me moral, me etik, me frikë respekt ndaj Zotit subhanahu wa taala, me drejtësi ndaj njerëzve, i ruajti Allahu ata në pleqërinë e tyre. Prandaj vëllezër dhe motra, duhet bëjmë kujdes nga sjellja dhe vepra të cilat e prishin zemrën, e smurin atë, e shkatërrojnë atë, e bëjnë atë të varur te krijesat, tek ego për dëshirat tona njerëzore, dhe pse e dim që ajo nuk ka vetëm një funksion që të rrahej dhe qarkulloj gjakun, por ka edhe funksionin e imanit dhe besimit, ku të gjitha gjërat burojnë prej kësaj zemre. Prandaj vëllezër dhe motra, e lutim Allahun azza wa jall na i pastroj zemrat tona. E lutim Allahun azza wa jall na i pastroj zemrat tona. E lutim Allahun na i pastroj zemrat tona nga çdo smundje që i prish ato. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyyun ba'dah. Falënderimi takon vetëm Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vulën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pas cilit nuk ka më pejgamber tjetër. Kurse gjërat e vëllezërit që i prishin zemrat, është e kundërt asaj që thamë në fillim, mos qeni të sinqert me Zotin subhanahu wa taala, le lidhja me dikë tjetër më shumë se Allahun. Të duash nanën, babën, vllajin, motrën, bashortën, mikun, pasurinë, jetën është natyrshmëri. Në fen tonë quhet tabiie, gjë e natyrshme. Të duash Allahun azza wa jall, të adhurosh, thot është adhurim. Çka do të thotë që nëse ti e do Allahun azza wa jall, kjo nuk krahasohet kjo lloj dashurie me asnjë dashuri tjetër. Sepse dashuria ndaj Zotit ka përbrenda frikën, respektin për uljen, dashurinë, strehimin, mbështetjen tek Allahu, rehatin, gjë që diçka absolute nuk ta e vetëm Zoti. Kurse dashuria ndaj prindërve afërmi është natyrshmëri, pra dhe frika ndaj gjërave që janë të frikshme, si kafshët e egra, është natyrshmëri. Kurse frika tjetër e cila e çon njeriu në përulje, duke menduar se të tjerët apo shkaqe të tjera kanë në dorë jetën e tij, rrezikun e tij, shëndetin e tij, familjen e tij, suksesin e tij, dëmin e tij, kjo është idhujtari nëse njeriu bie në këtë gjë. Prandaj e lutim Allahun azza wa jall që ta bëj për njerëzve të sinqert. A nuk thot Zoti në Kur'anin Kerim, shembulli atyre që marrin zotat të tjerë në vend të Allahut azza wa jall, është si shembulli mirimangës që ndërton shtëpinë, thot Allahu azza wa jall. A nuk e dinë ata që shtëpia me dobët e shtëpia mirimangës? Pra sa njerëz sot servilosen, lëpijen, majtas, djathtas, turturohen, mashtrojnë, dredhojnë për të arritur diçka në këtë dynja. Por fundja çka kanë bërë vëllezër? Janë mbështetur disa krijesave që as vet nuk e dinë se kur e kanë xhelin e tyre dhe nuk e dinë se a do të vinë nesër apo jo, dhe do të ndihen të braktisur, të poshtruar sa herë që i madhurojnë krijesat më shumë se krijuesin. Dhe sa herë që dashurojnë krijesat më shumë se krijuesin. Dhe sa herë që i mbështeten krijesat më shumë se ai që e ka në dorë rrezikun e tij. Dhe do vazhdojnë, do të poshtrohen, dhe do të braktisen, do të mbyllen dyert për sa kohë që ka braktisur derën Allahut azza wa jall dhe për uljen ndaj tij. Prandaj neve i lutemi vetëm Zotit. Prandaj shumë prej njerëzve akoma se kanë kuptuar kuptimin e surës Fatiha. Kur thua Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëplotit që ka mëshirë absolute. Alhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi të kon Allahut, Zotit botrave, i dynjas dhe ahiretit, dhe jo vetëm dynjas, jo si mbretët i dynjas që jetojnë 50, 60, 70 vjet dhe vdesin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Në momentin që e thua këtë gjë, duhet ta mbushësh zemrën tënde dhe të jesh i sinqert me këtë fjalë. Sepse këto peshojnë më shumë se qielli dhe toka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pra o Zot, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për teje kërkojmë ndihmën, fatin, begatin, mirësinë, strehimin, shërimin, mbrojtjen. Dhe tek ty do të themi o Zot ynë, dhe nuk e përulim veten ton kundër askujt dhe asgjë, dhe nuk e sesim fen dhe shpirtin dhe nderin ton tek askush tjetër. Pra nëse e kuptoni këtë sure, atëherë t'japim hakun asaj. Prandaj dhe Zoti na dha shembullin e rrjetës edhe shtëpisë mirimangës. Shtëpia e mirimangës duket se shumë e bukur, por faktikisht është shumë e dobët. Një ti fryr me pak frym dhe shembe dhe kaq. Kështu është puna atyre që u mbështeten njerëzit, që adhurojnë njerëzit. Prandaj mos na mërziten vëllezërit dhe motrat tonë muslimanë dhe muslimane kur ju tham që thellimi i disa prej tyre në krah politik, majtas apo djathtas, dhe futja aty ku s'duhet, është shitje. Është shitje vëllezër, është shitje, tamam shitje, sepse po bësh palë me zullumqarët.
Kur nuk ndryshon do të gjë, më mirë shko zë një vend pune se sa të bësh robi të tjerëve, të mbështetësh të keqen, zullumin. Pra, me ata njerëz që kanë 30 vjet që s'po i hapin hakun këtij populli dhe këtij vendi dhe stoj mërziten na cucin hoxhallarët, na bërtasin hoxhallarët dhe i shohim 30 vjet që nuk kanë kurajën të thonë atyre politikane, mos ta cënoni besimin. Mos na e fyeni pejgamberin alayhi salatu wassalam, mos na e prekni Kur'anin, mos na të nënçmoni fen. Sepse këta të përmenin ajete kuranore, hadithe pejgamberit alayhi salatu wassalam, gjithsesi mas interesit, dhe pastaj e vëllezër, kur prej tyre nuk pati guximin asnjëri të thoshte këtu stop, këtu nuk ka shaka me besimin tonë. Prandaj kjo do të thotë jesh i varur prej tyre. Do të thotë kesh frikë prej tyre, kesh frikë vendin e punës, rrezikun e tjera me radhë. Pra, le ta marrin atë gjë me dinjitet nëse jeni musliman të vërtet dhe jo duke u lëpir apo duke u shitur apo duke mbyllur gojen, apo duke vazhduar duke thënë se do paksojmë të keqen. Vërtet paksimi të keqes është objektive shariatit islam, por ajo nuk mjafton vetëm duke heshtur dhe duke mbyllur gojen gjithmonë. Tjetra vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare është nga gjërat që ndihmon ose që e prish zemrës el fudulu fi kulli shay, teprimi në çdo gjë. Teprimi në të ngrënë, në të pirë, në të folur, në gjumë, në egoizmat tona njerëzore. Pra, ulja me njerëzit e prishur, fjala e tepërt e tjera këto e prishin zemrën. E bëjnë njeriu që mos ketë turp. Thot Imam Ebu Sulejman ad-Darani rahimullahu taala, li kulli shay'in sada. Çdo gjë e zë ndryshku, dhe ndryshku i zemrës është tengopja. Thot Mekhuli radiallahu anhu, afdalul ibadati ba'da al-fara'idi, gjërat më të mëdha pas farzeve dhe më të mira pas farzeve është uria dhe etja. Thot Imam Shafiu rahimullahu taala, tengopja e rëndon trupin, e ngurtson zemrën, e largon mendjepretësinë dhe zgjuarsinë, të sjell gjumë, të dobëson në adhurim ndaj Zotit subhanahu wa taala. Prandaj thot Fudail ibn Iyadi, khaslatani tumitul qalb, dy cilësi e vdesin zemrën, kathratul kalam wa kathratul akl. Fjala e tepërt thot dhe të ngrënit e tepërt e vdesin pra zemrën. Thot Imam Muhammad ibn Wasi rahimullahu taala, katër gjëra yumitun al-qalb, katër gjëra e vdesin zemrën. Gjunahu që pason gjunahun, kathratu mathafatin nisai wa hadithum, përzierja tepërt me gratë dhe të folurin me gratë e botës. Wa mulahatul ahmaqi, dhe debatet dhe diskutimet me budallënjt, wa mujalasatil mauta, dhe të ulurit me të vdekurit. I than, ç'do thot të ulesh me të vdekurit? Ç'do thot të ulesh me të vdekurit? I thot mujalasatu kullu ganin mutrif, të ulesh me pasanikët e tepruar që teprojnë në shpërnderimin e madh dhe madhëmdhënj dhe arrogant. Vetëm shpenzojnë dhe mburren me gjërat që blejnë, që shpenzojnë, wa sultanul jair, dhe me prisin zullumqar. Ulja me këta njerëz tepërt, dal nga dal fillon të pëlqen vetja, kërkon atë lakmi që kanë ata, kërkon pasurinë e tyre, pushtetin e tyre. Këto gjëra ta prishin zemrën. Prandaj dhe selefët parë tan për hadithëve, dietarëve të hadithit dhe sahabëve dhe atyre që erdhën pas tyre, kur shikonin dikë që rrinte shumë me këta mbretërit dhe sultanët, e krijonin mendimin e keq për ta. E krijonin mendimin e keq për ta. Po ashtu thot Imam Mekhuli, Zoti më shiroft, araqun nasi quluban aqalluhum dhunuban. Njerëzit që i kanë zemrat më të buta, më të dashura, janë ata që kanë më pak gjunahe. Prandaj thot Abdullah ibn Mubarak, Zoti më shiroft, në vjershën e tij, ra'aytu dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu al-qulubi wa khayru lin-nafsi ka'isyanuha. Thot i pas gjunahet se i vdesin zemrat, dhe ato trashëgojnë dhe për ulë dhe për shtrimin e përhershëm. Prandaj leri braktisit dy gjunahet, sepse ajo është jeta e zemrave dhe më e mira për ty është ta kundërshtor zemrën kur ajo thret në gjuna. Elusim Allahun azza wa jall të na falë gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun azza wa jall na i falë gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun azza wa jall na i pastroj zemrat tona. Elusim Allahun azza wa jall na i pastroj zemrat tona. Elusim Allahun azza wa jall na i pastroj zemrat tona. Rabbana la tuzigh qulubana, o Zot mos na i shmak zemrat tona, ba'da idh hadaytana, pasi na udhëzove, wa hab lana min ladunka rahma, dhe na jep udhëzim dhe rahmet për te, innaka antal wahhab, ti je i që dhuron shumë dhe jep shumë.
Lusim Allahun azza wa jall të na i ruaj vëllezërit dhe motrat tona. Lusim Allahun të na i ruaj fëmijët, djemt dhe vajzat tona. Lusim Allahun të na i udhëzojë të gjallët tan. Lusim Allahun të udhëzojë politikanët e këtij vendi, qytetarët e këtij vendi, popullin e këtij vendi, se siç e ka nisur nuk e ka mirë fare. Lusim Allahun azza wa jall të mëshirojë të vdekurit tan prej muslimanëve. Lusim Allahun të ruajë dhe të shirojë dhe të mëshirojë vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Lusim Allahun të ruajë vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Lusim Allahun të ruajë vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Lusim Allahun të zgjidhë atyre hallet, të shërojë të sëmurët e tyre, të shpëtojë të gjallët e tyre, të mëshirojë të vdekurit e tyre. Lusim Allahun azza wa jall që çdo zullumqtar dhe gjakatar që vret njerëzit për ta ketë fundin e tij ashtu siç e meriton. Lusim Allahun azza wa jall na udhëzojë fenë e tij dhe ndritën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit tij alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.